Mirë mbrëma, lajmi i fundit. NATO po shqyrton një sulm kundër Rusisë, një sulm hibrid, ose më mirë një sulm parandalues, si mund të quhet. Pra jo një sulm me raketa, por një sulm. Ndiqeni me vëmendje sepse para pak muajsh kemi folur për një luftë të mundshme në nëntor, dhjetor të këtij viti dhe me sa duket jemi në brendësi. Këto janë të dhënat e fundit të generalit aktual të NATO-s, Cavo Dragone, që është italian, dhe ai dha një deklarat vërtet drithëruese sot. Dhe unë doja që t'ju informoja, sepse ku i dihet. Ndoshta e kanë shtyr, ose ndoshta po e përgatisin, nuk e di. Megjithatë, nuk besoj që bëhet fjalë për një përgatitje me sulm me raketa. Jo, sepse ata po e shqyrtojnë sipas generalit, pra po shqyrtojnë që të bëjnë një, le të themi, një parandalim të disa subjekteve, çdo të thotë kjo. Në sintezë, Rusia nuk është shprehur asnjëherë deri tani nëse keni vënë re, dhe për mendimin tim kjo është më e frikshme, sepse kur sheh nga ana tjetër që ti kërkon të sulmosh dikë dhe ai nuk flet, por qëndron gjithmonë në pozicionin e tij, kam frikë se pastaj një kafshim i tij do të jetë fatal. Mendoj dhe doja që ta diskutoja dhe me ju, sepse padyshim mes nesh ka edhe të tjerë që janë të informuar në këtë situatë ku po gjendemi tani. Ndërkohë që nga ana tjetër Zelenski në Francë bashkë me Macronin takohen duke takuar gjysmë e botës me të gjithë këta liderat e tjerë, pra sikur të jetë një fest. Ndërkohë që situata është tepër delikate, tepër serioze në Ukrainë. Dhe unë doja që të pyesja, sepse nga ana tjetër kemi Amerikën, që Amerika tashmë duket sikur po lufton për problemet e saj, dhe jo më për Ukrainën ose për Rusinë. Ndërkohë, kush kërkon që në Ukrainë, pra Ukraina të bëhet e gjitha e shkëputur nga Rusia? Kush e kërkon këtë? Sepse ç'është e vërteta, sikur kishin rënë dakord para pak muajsh, kishin rënë dakord që para pak ditësh në fakt, kishin rënë dakord që siç Trump bëri kontaktin jo vetëm me Rusin, por edhe me Zelenski. Zelenski tha, fillimisht tha po Zelenski, sepse fillimisht takoi Zelenski, pastaj shkoi dhe takoi Putin, që e kemi bërë edhe në një nga videot e mëparshme, dhe Putin pranoi bile, tha që pranoi edhe me një pjesë të Ukrainës. Pra, jo të gjithë Ukrainën, por një pjesë. Atëre, lind pyetja, në qoftë se Zelenski e pranoi që këto ishin kushtet, dhe njëkohësisht edhe Putin tha të njëjtën gjë, pra i pranoi kushtet. Atëre, kush e ktheu sërish medaljen që tani janë sërish nga e para, bile tani janë dhe më keq. Sepse një deklarat e fortë si kjo që ka bërë Cavo Dragone, generali, është tepër e rëndë, është shumë e rëndë. Pra, ky është një lajmërim për luftë. Dhe këtu nuk po flasim për një luftë të rëndomt, sepse nëse ngacmon Rusinë, kemi të bëjmë me një luftë të tretë botërore. Pse po e them këtë? Do t'jau përsëris edhe një herë, sepse tash janë e kaluar. Shikoni, Kina, për ata që nuk janë të informuar, në vitin 2021, më falni, i deklaroi hapur botës luftën digjitale, sepse lufta kryesisht bëhet njerë fillimisht ekonomike. Ti kur e bën ekonomike, ke shkatëruar një vend, nuk i mbetet asgjë atij vendi. Dhe çfarë bëri Kina? Kina në vitin 2021 e bëri ligj që askush nuk e kishte bërë ende ligj, por tani e ka bërë, por në vitin 2021 vendosi që mos të bëjnë asnjë lloj kontrate ose marrëdhënie me monedat digjitale, pra me të gjitha monedat kripto, duke filluar që nga Bitcoin e tjerë e tjerë. Tani pse e bëri? E bëri sepse kishte ndërmend, pse do ta bëjmë e tjerë, ta do e bëj vetë. Në fakt nxori juanin digital. Dhe juani digital në një kohë shumë të shkurtër mori përpjesime të mëdha.
Dhe tjetra, tani nuk ka pak disa muaj që Kina ka bërë ligj që mos të bëhen më marrëdhënie me kriptomonedën. Dhe e dini se çfarë do të kjo? Kjo do të thotë që ky është një luftë ekonomike e fortë, sepse me anë të kriptomonedës lëvizim para pafund, ju nuk e keni idenë, pafund. Bile ju sugjeroj që kush ka dëshirë që të investojë në këto kriptomoneda duhet keni kujdes, sepse janë tepër të rrezikshme, bëni para. Dhe po thoshja që duhet të rish orë të tëra, duhet të dish, të njohësh, të kuptosh, por megjithatë le ta lëm këtë si bisedë, por po thoshja tani e ka bërë ligj. Pra Kina e ka bërë ligj që nuk duhet absolutisht, me një fjalë, është ndaluar që ti të bësh marrëdhënie me kriptovalutat e huaja, me Bitcoin etj. Sepse sipas gjasave të tyre, pra policisë kineze, janë të dëmshme dhe nuk janë të sigurta dhe nga këto mund të krijojnë probleme inflacioni shumë të mëdha ose si quhen marrje dhënie me këto moneda kriminale. Dhe tani është ndaluar. Ti nuk mund të futesh dot moneda digjitale, nuk mund të blesh dot moneda digjitale përveç se juanit. Dhe kjo, siç ju thash, është lufta e parë ekonomike dhe është tepër e rëndë. Duhet të dini që Rusia ka vite që e bën. Dhe pra kur në qoftë se tani në këtë periudhë që po flasim nuk janë shprehur, se këtë doja të thoshë, duhet ta rria këtu. Nuk janë shprehur, ata e kanë menduar me kohë, e kanë menduar që para disa viteve, pra gjithë BRICS-i, sepse ata që lindën tani të rendit të ri botror, duke filluar nga Rusia, Kina, India etj. Të gjitha këto shtete janë përgatitur me kohë, pra që fillimisht të bëjnë një revolucion ekonomik dhe pastaj një luftë të vërtetë. Kështu që pyetja ime është, çfarë po bëhet tani? Pse në këtë periudhë mendohet që është, përveç se është situatë e shumë e ndërlikuar, por mendohet që kjo mund të na çojë në një luftë të tretë botërore. Për çfarë arsye? Dhe pyetja tjetër, duhet të dini që pse NATO shprehet kaq fort tani? Pra pse? Si është e mundur? Por duhet të dini sepse këtu doja më erdhi në mendje kjo që para kur u bë lëvizja e madhe, sepse askush nuk e mendonte që Rusia të luftonte për të marrë Ukrainën. Nga momenti që Ukraina tha unë dua që të jem të rri vetëm, pra të jem dipendente. Nuk e mendonin. Dhe nga ai moment që nuk e mendonin, gjithë Evropa dhe gjithë NATO, gjithë bota nuk e mendonte, nga ai moment vure re që gjitha i arsenal që përdori Rusia dhe gjitha të mobilizim që kishte, kuptuan që bota nuk ishte më gati, NATO nuk ishte më gati. Nuk ishte gati sepse s'kishte asgjë gati, as armët, as nuk ishin pastruar armët, ato që kishin. Merreni me mend që të mobilizonte gjithë njerëzit. Dhe sipas gjasave, u desh kohë që të përgatiteshin deri tani, dhe tani ndoshta janë të përgatitur në fakt edhe kjo presidenti e Bashkimit Evropian që bëri thirrje për disa buxhete financiare që ishin miliarda euro për t'i vënë në dispozicion, me fjalë sepse duhet të mbrojmi. Dhe kjo pse arrita në këtë konkluzion? Sepse përveç gjitha këtyre problemeve që duken si të organizuara prej kohësh, tani më bën të mendoj që diçka është përgatitur. Dhe e dim të dyja palët, me sa po e kuptoj, qoftë Rusia, por qoftë edhe NATO. Sepse më bën të mendoj që është çdo gjë ose janë bashkë. Nuk po e kuptoj se përse. Janë bashkë me këtë qëllim që sepse unë nuk besoj që do bëhet një luftë e tretë botërore, besoj që do bëhet një raprezalje e madhe, ndoshta për të goditur disa qendra ose disa vende banimi ose disa pika të rëndësishme, qoftë edhe të naftës, të gazit apo të gjërave tjera që janë thelbësore, siç thash ato ekonomike, por pse duhet të ndodhë, sepse ky është problemi. Ndoshta duan të heqin një pjesë njerëzve, ndoshta duhen të shkundin një pjesë të teknologjisë dhe ta rimbikëmin këtë me një teknologji të re, nuk e di. Nuk e di, por më bën që të mendoj, është shumë e çuditshme. Megjithatë,
situata duket vërtet delikate, sepse, si që thash, është ndarë në dy pjesë gjithë bota, pjesa e Azis, duke filluar që nga Rusia deri sipër, dhe nga ana tjetër kemi gjithë Evropën deri në, mos themi deri në Amerikë, por deri në Londër, pra në Angli, që janë kundër Rusisë. Dhe në qoftë se vini re shtetet, vetë shtetet, secili nga shtetet, nuk është kundër Rusisë, po ta vini re, por dikush tjetër nxit urat dhe nuk po e kuptoj. Unë dua thjesht ta kuptoj kush është, pse e bën. Tani e hapa këtë bisedë sepse këto janë të dhënat e fundit, bëra një, le të themi, përmbledhje të gjithë këtyre kohërave nga viti 2020 deri tani, që kuptova që ose është organizuar ose se cili shtet dinte se ku do shkonte. Ndoshta me agjentët e tyre dini se ku do arrinin pala tjetër. Qoftë nga ana e Rusisë që do njihte nga ana tjetër, dhe qoftë NATO për Rusinë që e njihte se ku do shkonte, e dinte. Megjithatë, ju lajmërova sepse me këto situata të tilla, ekonomia do ulet, ajo private, dhe do rritet ajo shtetërore. Dhe me kalimin, sepse duke u rritur çmimet, kjo do bëhet. Dhe se ku do marrin, ku do i bënë ato të ardhra nga populli. Dhe kam frikë se nëse intensifikojnë këto përplasje, atëherë do ketë edhe probleme në ushqime. Ja u thash që si dihet, përgatitemi të marrim në një ushqim ta kemi aty se nuk i dihet. Megjithatë, shpresoj mirë. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë përmbledhje që u thash dhe për këto argumente në përgjithësi. Hajde, natën, shpresoj mirë.